Gazetari Arbana Xharra vjen në një rrëfim të rrallë personal për sulmin fizik që detyroi të ikte nga Kosova dhe shpërnguljen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para 7 vjetësh. Gjithashtu, flet për punën e saj në SBA dhe hulumtimet sa i përket pranisë së grupeve ekstremiste në Kosovë. Mentalisht, kur ti ishe komente që është dashur me të vra, edhe si femën fyhesh shumë. Vazhdonin kërcënimet me fëmijë, vazhdimisht fotografit, dërgojshin fotografit armë edhe i ndalova për futbollit. Ka qenë shumë e rëndë largimi, vendimi me ardh. Unë vetëm në derë sigurt e kam pas ambasadën amerikane. Pse ti po merresh me fe islam? Kanë bo imamët thirrje me shku në tokën e Shamit me luftu. Ku një organizat e Al-Qaidës ka financu Bashkinë Islame. Nëse Kurti do t'jetë prap kryeministër, nuk besoj që ka me pas ndonjë ndryshim të raport.